Njëri në esencë keq çakaj ka pe Allahu Azza wa Jall. I ndriçuam nga Allahu te barekuta me emrin e tij El-Mu'ti, dhuruesi ai që jep apo. Po atë çka se ki është emri i El-Mani, ai që nuk ta ka dhënë. Pse s'ta ka dhënë punë tjetër është atë. Mor tash çështja jam ka si kësaj, çysh më kon unë i disiplinuar dhe çysh më kon çështja jam e adhurimit edhe në ato që kam edhe që s'kam. Çka është mësim i madh në jetë apo. Në çështja jam tash adhuruese në raport me ato që kam e ato që s'kam. Në raport me ato që kam i bënkaj me ramadh shukri. Falëndërues me kuptimin e gjerë të thellë, kuptim plot të falënderimit. Ku hen zemra, është gjuha edhe gjymtyrët. Dihet kjo falënderim. Po në atë që s'ka dhonë, çysh është adhurimi këto apëton? Për atë që më ka dhonë, elhamdulillah. E për ato që s'm ka dhonë, çka me bo? Në disa vende më ka më thotë sabri. Këtu shkon nivel nën sabër apëton. Që ka e përdhën sabrën. Dhe sabri është realisht produkti që sajnë apëton. Thotë el-iftikar. Me kuptu apëton se dhe më thonë i varën për Allah të azhjel. A i tjep që ka dënë apëton. Po meni kur robi e sheqi që to që se kam apëmanesh, jep e kuptu se edhe këto që e kom komujt mos me pas. Apo, pas të edhe e që e ki, edhe që se ki, gjithmonë në mirë konstante ru nivelin e robi të varfën dhe Allah të azhjel.